Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë që prek miliona njerëz në mbar botën. Tensioni i lartë i gjakut ose i njohur si hipertensioni. Ai quhet shpesh vrasës i hishtur, sepse mund të mos jep simptoma për vite të tëra, por ndërkohë dëmton zemrën, trurin dhe veshkat. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Pjesa e mirë është se përveç mjekimit dhe kujdesit mjekësor, shumë njerëz mund ta ulin tensionin e gjakut thjesht duke bërë ndryshime të vogla në dietë. Në këtë video do t'ju tregoj 7 ushqime natyrale të studiuara dhe të vërtetuara që ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe përmirësimin e shëndetit të zemrës. Hudhra, forca natyrale për zgjerimin e enëve të gjakut. Hudhra konsiderohet një ndër ushqimet më të fuqishme për shëndetin kardiovaskular. Ajo ka përbërës bioaktiv, veçanërisht allicin, e cila ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, përmirësimin e qarkullimit dhe uljen e tensionit sistolik dhe diastolik. Këshillohet që hudhra të konsumohet e freskët, e shtypur ose e grirë, pasi kështu çlirohet më shumë allicin. Edhe një thelb hudhër në ditë mund të sjellë përfitime të dukshme. Banania, burimi më natyral i kaliumit. Kaliumi është mineral kyç për personat me tension të lartë, sepse balancon efektin e kripës në trup dhe ndihmon veshkat të eliminojnë natriumin e tepërt. Banania është një prej ushqimeve më të pasura me kalium dhe për këtë arsye rekomandohet shumë. Konsumimi i 1 ose 2 bananeve në ditë mund të kontribuojë në nivel më të shëndetshëm të presionit të gjakut, sidomos tek ata që kanë dietë të pasur me krep. Arrorët dhe bajamet, yjet e yndyrnave të shëndetshme. Arrorët, bajamet dhe lajthit janë burime të shkëlqyera të magnezit, yndyrnave të shëndetshme dhe antioksidantëve. Ato ndihmojnë në relaksimin e murëve të enëve të gjakut, reduktimin e inflamacionit dhe stabilizimin e tensionit. Kujdes, konsumoj gjithmonë pa krep dhe në sasi të moderuar, rreth 1 grush në ditë. Peshku i yndyrshëm, omega 3 për zemër të fortë. Peshqit si salmoni, sardelet dhe trofta përmbajnë acide yndyrore omega 3, të cilat ndikojnë drejt për drejt në uljen e tensionit të gjakut. Omega 3 reduktojnë ngurtësimin e enëve të gjakut dhe ulin nivelin e triglicerideve, faktorë që lidhen me rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Rekomandohet konsumimi i peshkut të yndyrshëm 2 herë në javë për rezultate optimale. Panxari, forcë natyrore me nitrate organike. Panxari është jashtëzakonisht i pasur me nitrate natyrale, i cili trupi i kthen në oksid nitrik, një substancë që zgjeron enët e gjakut dhe përmirëson rrjedhën e gjakut. Studimet tregojnë se lëngu i panxarit mund të ulë ndjeshëm tensionin vetëm disa orë pas konsumimit. Mund ta përdorni në sallata, ta pini si lëng ose ta shtoni në smoothie. Tërshëra, karakteri i butë i fibrave të tretshme. Tërshëra është e pasur me fibra të tretshme, sidomos beta-glukan, i cili ndihmon jo vetëm për kolesterolin, por edhe për tensionin e gjakut. Këto fibra ulin thithjen e yndyrnave të dëmshme dhe përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut. Një vakt me tërshërë në mëngjes është një nga mënyrat më efektive për të nisur ditën shëndetshëm. Boronicat, antioksidantët që mbrojnë zemrën. Boronica dhe frutat e pyllit janë të pasura me flavonoide, të cilat ndihmojnë enët e gjakut të qëndrojnë elastike dhe të shëndetshme. Këta antioksidantë ulin stresin oksidativ dhe kanë ndikim të drejtë për drejtë në uljen e tensionit sistolik. Mund t'i konsumoni të freskëta të ngrira me kos si smoothie ose si snacks gjatë ditës. Tensioni i lartë i gjakut është një problem serioz, por shumë ndryshime të vogla në dietë mund të sjellin përmirësime të mëdha. Duke përfshirë këto 7 ushqime natyrale në përditshmërinë tuaj, ju jo vetëm ndihmoni në uljen e tensionit, por edhe forconi shëndetin e përgjithshëm të zemrës. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe koment.